Përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit tim. Ju e dini shumë bukur që tashmë Shkodra elektronike po korë një sukses të madh në Eurosong dhe pritshmëritë e mëdha janë që për herë të parë në vitin 2026 Eurovisioni të mbahet në Shqipëri. Do me thënë janë të gjitha pritshmëritë, është vlerësuar pafund Shkodra elektronike për performancën e saj, është vlerësuar pafund për atë që ajo ka bërë, dhe me thëmë për mënyrën se si e solli këngën, dhe këtë vlerësim dhe këtë analizë për këtë ngjarje e ka dhënë edhe Eltoni Liriani. Eltoni Liriani, biznesmeni i njohur shqiptar, në Instagramin e tij ditën e sotme, ka hedhur një analizë detajuar Shkodrës elektronike. Unë do kisha dashur që të ndiqni këtë analizën dhe të kuptoni se për çfarë konkretisht bëhet fjalë. Nesër është nata finale e Eurovisionit. Kënga shqiptare, Zjerë, me kënduar nga Shkodra elektronike, për të parën herë në historinë shqiptare të Eurovisionit, është kandidate serioze për ta fituar si çmim. Dhe këtë e them me bindje të plotë dhe nga të gjitha informacionet që kam me miqtë mi artistë në Evropë dhe që kanë lidhje me Eurovisionin. Pra, të gjitha të dhënat flasin qartë që kënga shqiptare këtë vit në Eurovision mund të fitoj Eurovisionin. Imagjinoni dot Eurovision 2026 të bëhet në Tiranë? E kuptoni se çfarë krenarie do të jetë për Shqipërinë që Eurovisioni i vitit 2026 të mbahet në Tiranë? Pra, si mund ta fitojmë dhe si mund ta sigurojmë 100% fitoren? Shumë e thjeshtë. Votoni këngën shqiptare nga çdo vend evropian ku ndodheni dhe kudo nëpër botë. Por si votohet? Votohet shumë kollaj. Thjesht në momentin kur të hapet televotimi, në fund të transmetimit të këngëve, janë rreth 15 minuta, pra të gjithë shqiptarët, përveç atyre që ndodhen jashtë Europës, që kanë një aplikacion, po të shpjegoj një herë fillimisht shqiptarët që jetojnë në vendet evropiane ku mund të votohet. Votohet me mesazh. Mund të dërgoni deri në 20 mesazhe. Ju lutem bëjeni dhe ndihmojeni këngën shqiptare, sepse i ka të gjitha gjasat për të fituar. E ka dhe votën e huaj. Thjesht duhet vota jonë që unë e di që jeni të shumt. Jeni aq shumë sa dhe për zgjedhjet, domethënë zgjedhjet e diasporës, ju treguat që jeni një zë i fuqishëm. Pra, siç jeni të strukturuar bashk, bëni një gjë dhe më të rëndësishme se zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Votoni këngën Zjerm nga Shkodra elektronike në Eurovision. Dërgoni deri në 20 mesazhe. Ka marrë shumë pyetje nga shqiptarë që jetojnë në SBA. Si mund të votojmë ne? Ne mund të votojmë fare kollaj, duke bërë download aplikacionin Eurovision. Ka një zemër të kuqe aty. Pra, ai mund të downloadohet në të gjithë smartphone-ët. Dhe në momentin kur hapet televotimi, që është rreth 15 minuta kozgjatja e këtij televotimi, ju klikoni Vote Now dhe aty mund të votoni deri në 20 herë. Por kujdes, mundoni që të jepni një apo 2 vota për 2 këngëtarë të tjerë dhe 18 votat të jepni për këngën shqiptare, pra për këngën Zjerm. Dhe kjo është e lejueshme vetëm për një credit card. Në qoftë se ju doni të votoni sërish 18 vota këngës shqiptare, duhet të paguani nga një kartë tjetër krediti. Pra, kush ka 10 karta krediti mund të dërgojë deri në 200 vota për këngën shqiptare. Edhe të gjithë shqiptarët e tjerë që nuk ndodhen në vendet europiane dhe nuk ndodhen në SBA, po ndodhen në çdo cep të botës, dhe ata mund të votojnë me këtë aplikacion, pra aplikacionin Eurovision. Pra mund të dërgosh nga çdo kartë krediti deri në 20 vota për këngën shqiptare. Unë jam i bindur që shqiptarët, kudo që janë nëpër botë, minimumi mund të kenë 2 deri në 3 karta krediti. Ata që kanë 20, aq më mirë. 20 herë 20, 400 vota. 400 vota për këngën shqiptare. Ju lutem të mblidhemi si shqiptarë të bëhemi krenar të gjithë, sepse këtë herë këngën e kemi të bukur, muzika është e bukur, këngëtarët janë perfekt, madje Beatrice bën dhe një kërcim që ka origjinën nga New Yorku, nga Ballrooms. Atë kërcimin aq elegant, aq të bukur që të gjithë janë surprizuar që e përfaqëson Shqipëria.
Ju lutem, votoni nga çdo vend i botës me aplikacion. Ore që Eurovisioni do bëhet në Shqipëri, kjo gjë duhet marrë shumë seriozisht. Pra, unë kam bindje të plot që Eurovisioni 2026 do bëhet në Tiranë. Pra, do thonë jam çmendur. As pak. Ju lutem mos më vërtetoni të kundërtën. Pra, votoni, votoni, votoni. Votoni dhe ndihmojeni Shqipërinë të bëj Eurovisionin e parë në Shqipëri. I ka të gjitha gjasat. 70% i ka vetë, 30% varet nga ju, nga vota shqiptare. Dhe një thirrje tjetër për të gjithë artistët shqiptarë, lëreni egon e vogël balkanase. Ndihmojeni këtë këngë sepse ju përfaqëson dhe ju. U hape dera dhe juve, ti lëm këto inate dhe xhelozit. Bëni thirrje duke shpjeguar si votohet. Bëni thirrje duke shpjeguar se si votohet me telefon, me mesazh, si votohet me aplikacion. Bëjeni sot, sepse nesër është Eurovisioni, sot. Shumë mund të thonë Eltoni është çmendur. Nuk jam çmendur as pak. Unë nuk reagoj në qoftë se nuk kam informacione që kënga shqiptare do t'ishte kaq mirë. E kam informacion të qartë nga persona shumë afër Eurovisionit që kënga është një mrekulli, po pëlqejet nga të huajt masivisht si kur më parë. Pra, votoni, nuk është e pamundur. Edhe Dua Lipa u bë star botëror. Edhe Bebe Rexha, dhe Rita Ora, dhe Kënga Zjerm, dhe Beatrice mund të jetë një nga këto. Pse të bëhemi xheloz dhe mos të ndihmojmë? Përfaqësojnë Shqipërinë. Në këtë rast, Beatrice do ta sjelli Eurovisionin në Tiranë. Pra, ju nuk e doni këtë gjë? Nuk e doni që të ketë edhe nga ana ekonomike, të bëhet një Eurovision në Tiranë është një mrekulli për atë vit, për ekonominë, për turizmin shqiptar, për të rinjtë dhe të rejat shqiptar. Votojni, nesër është urgjente. Unë për vete kam mbi 20 karta krediti. Nga të gjitha do dërkoj 20 mesazhe, 20 vota. Pra, pres të votoj nesër mbi 400 vota për këngën Zjerm, që të bëhet zjarr fare. Dhe ju bëni të njëjtën gjë. Kështu ju investoni dhe jepni diçka Shqipërisë, vetëm në këtë mënyrë. Nuk po them që zgjedhjet parlamentare nuk ishin të rëndësishme, po kjo është më e rëndësishme. Sepse është hera e parë që do ndodh diçka e tillë në Tiranë. Pra votoni dhe mos u qani nesër. Në qoftë se nuk kalon kënga nesër, nuk merr çmimin e parë, fajin e keni ju si shqiptar. Ju kudo që jeni, ju e keni fajin në qoftë se kënga nuk fiton çmimin e parë, sepse të gjithë të huajt më kanë thënë, gjithë miqtë e mi në New York, të gjithë artistat që njoh edhe në Europë, janë duke votuar këngën shqiptare. Votojeni pra, nesër. For all my international friends in United States, all around the globe, Europe, Africa, Australia, everywhere I met you guys and you follow me for the work I do as an international model. Tomorrow is Eurovision. Is happening in Europe, and Albania, with a wonderful song called Zjerm, is in the final and has all the chances to win the Eurovision. How you can vote? You can vote easily if you are a European state and have all the notifications during the Eurovision Song Contest. So you can send SMS messages. The ones that are living in the United States, and I know you guys all LGBT community in San Francisco, in California, in New York, in Hell's Kitchen, everywhere. Download the application of Eurovision, is with a red heart, and vote there. 20 votes per credit card. Please vote. Vote Albania. Vote Zjerm. Vote Albania and make me happy. I promise that the Eurovision Song Contest in Albania, in Tirana in 2026, will be a magic show. Albania is such a beautiful and very LGBT-friendly country. Everybody is open-minded and love to see you there. So vote Albania. Download the application of Eurovision in your smartphone and you can send up to 20 votes per credit card. It's nothing, it's just $20, but you give support to an Albanian song, and the singer, by the way, Beatrice, she's singing and dancing the ballroom dance, the one that started here in New York City. Can you imagine? Can you believe it? An Albanian singer representing Albania in Eurovision Song Contest is dancing the ballroom style? That's sick. Vote tomorrow, please.